Përshëndetje miq, sot ju kam sjell petkat e Korçës. Është recetë korçare, vet jam nga Korça dhe këtë recetë e kam nga gjyshja ime. Për 1 kilogram miell na duhen 5 kokra vezë, 1 lugë gjelle me krip dhe ujë, do shtojmë aq sa që është masa e vezëve. Përziejmë të gjithë masën, sa të formohet brumë, do ta punojmë shumë mirë dhe do ta lëmë 10 minuta të pushojë. Më pas, do ta ndaj në 10 kuleç të vegjël. Kuleçet do t'i mbulojmë me një peshqir të mos thahen dhe do t'i hapim vetëm me një seshte. Të gjithë kuleçet do t'i hapim petë. Peta nuk duhet të jetë as shumë e trashë, por as shumë e hollë. Më pas do t'i hapim direkt në diell. Pas 20 minutash, petën do t'i kthejmë nga krahu tjetër, që të thahen nga të dyja krahët. Më pas ato çahen, do t'i lejmë dhe 1 orë në diell dhe më pas do t'i lejmë 2 ditë të hapura në ambient dhome. Dhe janë gati. Kjo ishte receta, ju përshëndes, kalofshi bukur, gjithë të mira. Ciao.